Mirëhind Taku ka lëndje përsëri shenjën e tij në fitoren e Rubin Kazanit, teksa i ka siguruar 3 pikët me golin e shënuar në minutën e 90 ndaj Rostovit. Sulmuesi kombëtarit shqiptare nuk shënonte që në muajin mars me fanellën e skuadrës së tij në kampionatin rus, por dje ka qenë pikërisht momenti i tij dhe ishte një nga ata golet që kujtohen gjatë pasi erdhi në minutën e 90 të sfidës. Taku tregua javë të gjuante me kokë pas një goditje këndi dhe të shënonte golin e vetëm të ndeshjes, duke i dhënë 3 pikë të arta skuadrës së Rubin Kazanit që mbetet në zona të rehatshme në klasifikimin e kampionatit rus. Ky ishte goli 13 i Takut në këtë kampionat, ku ai ka dhënë edhe 6 asist me fanellën e skuadrës së Rubin Kazanit.